5 ton marijuan kanë kaluar nga Maqedonia në Serbi. 40 ton janë sekuestruar. S'ka asnjë të akuzuar dhe asnjë në burg aktualisht në Maqedoni. A mund të paramendoni se sikur të ishin kapur një 10 kilogram? Jo, nuk shkoj më shumë, do me thënë shkoj në 1% të kësaj sasie në Gërçec. Çfarë spektakli mediatik, çfarë spektakli i forcave të sigurisë do të ishte bërë me autoblinda, me forca speciale, me forca antiterrorizëm, ndërhyrje shpejt, Tigra, Luana, gjithë gjallësat e forcave të sigurisë do të kishin sjellur aty brenda për të dhënë spektakël me 1% të asaj sasie. Thuaj se në të gjitha mediat ka një heshtje totale, 40 ton. Ky është rekord rajonal, ndoshta edhe europian, i kapjes së një droge të prodhuar në vend, në një shtet prej 1.5 milion qytetarës.